Tere dëshiroj t'ju bëj të ditur publikisht dhe zyrtarisht se në cilësinë e kryetarit të kuvendit zhvillova sot i takim zyrtar me kryetarin e Partisë Demokratike dhe opozitës, zotin Lulzim Basha, të cilin e falenderova për pranimin e ftesës për t'u takuar sot në ditë pushimi, por edhe në ditë ditëlindje, duke uruar edhe 100 vite të tjera. I shpreha ndjesën time zotit Basha për gabimin teknik në kalendarin e kuvendit javën e kaluar dhe sigurova për përkushtimin tim maksimal si kryetari i kuvendit për të garantuar një proces dhe procedurë parlamentare tërësisht legjitime dhe me integritet për miratimin e paketës kushtetuese për reformën në drejtësi si një proces madhor dhe me rëndësi historike për qytetarët, vendin dhe të ardhmen e Shqipërisë Europiane. I shpreha zotit Basha kënaqësinë dhe vlerësimin tim për angazhimin e opozitës në procesin e hartimit të ndryshimeve kushtetuese dhe mbështetjen që i ka dhënë reformës në drejtësi. Kam kërkuar nga zoti Basha mirëkuptimin për zhvillimin e procedurave parlamentare dhe përcaktimin e kalendarit për mbarvajtjen e procesit dhe miratimin e paketës kushtetuese sa më shpejt dhe në mënyrë të padiskutueshme. Zoti Basha më shprehu angazhimin e opozitës për miratimin sa më parë të reformës në drejtësi dhe më njohu për këtë qëllim me të vetmen çështje parimore që sipas opozitës ndan palët në miratimin e draftit kushtetues, atë të formulës së zgjedhjes të institucioneve të reja, e cila, sipas qëndrimit të opozitës, duhet bërë në përputhje me rekomandimin 88 të opinionit përfundimtar të Komisionit të Venecias. Në cilësinë e kryetarit të kuvendit, mbetem i hapur për dialog me të gjitha palët me qëllim që të miratojmë sa më parë me koherencë dhe me transparencë reformën më themelore dhe më të rëndësishme për shtetin e së drejtës dhe të ardhmen e Shqipërisë Europiane. Kjo ishte deklarata zyrtare. U vëmova pak, sepse përpoqja isha sa më i kujdesshëm. Zotmita, përshëndetje. Ju është kërkuar nga zoti Basha ndonjë kusht, nëse mund të cilësohet si i tillë, për sa i përket reformës zgjedhore, dim që të gjithë që Partia Demokratike kërkon numërimin dhe votimin elektronik për sa i përket zgjedhjeve të ardhshme dhe gjithashtu Partia Demokratike ka depozituar dhe një nismë tjetër që ajo e lidh me dekriminalizimin, ndonë së është quajtur dekusarizimi. A ju është kërkuar në këmbim një negocim për sa i përket këtyre dy çështjeve? Lidhur me miratimin e reformës në drejtësi, që ishte qëllimi kryesor, ndoshta edhe i vetëm i këtij takimi, nga ana ime si kryetari i kuvendit, pas një keqkuptimi dhe reagimi mjaftashëm të Partisë Demokratike lidhur me kalendarin e kuvendit të entën e kaluar pas seancës, dhe qëllimi kryesor ka qenë garantimi i zotit Basha për vullnetin dhe për vendosmërinë time si kryetari i kuvendit për të ecur përpara, tashmë që ka ardhur momenti final, në një mënyrë mjaft të transparente me procedurat parlamentare, sepse kemi të bëjmë me ndryshime kushtetuese dhe me ndryshimet kushtetuese për reformën më të rëndësishme që presin qytetarët shqiptar, por që presin edhe partnerët tanë ndërkombëtar. Natyrisht që nuk mund mos ju them që nuk kanë ngritur nga zoti Basha probleme të tjera, të cilat kanë të bëjnë me ecurinë e ligjit deri tani të dekriminalizimit,
problemin e votimit elektronik dhe të transparencës së zgjedhjeve të ardhshme. Unë i kam bërë të qartë se ka të gjithë mbështetjen opozita, po jo në opozita, majoranca dhe të gjithë që janë të interesuar dhe që nuk kemi përse të dyshojmë të askush, por me qenë se opozita ka ngritur pretendimet e saj, në vullnetin tim për të kontribuar për zbatimin e plot të ligjit për dekriminalizimin, që kemi miratuar me konsensus, dhe ikosisht për të realizuar votimin elektronik dhe çdo gjë transparente lidhur me zgjedhjet e ardhshme, kërkesë që ja kemi bërë dhe Komisionit Parlamentar për Reformën Zgjedhore dhe mund të them që dhe partnerët ndërkombëtar janë të angazhuar për të asistuar Komisionin e Reformës Zgjedhore në këto aspekte teknike. Por për reformën në drejtësi, sipas zotit Basha dhe sipas përfaqësuesve të Partisë Demokratike, ka vetëm një çështje për cilën jam shprehur në komunikatën zyrtare që sapo lexova. Pra nuk ka çështje të tjera parimore të pa dakordsuara, të cilat pengojnë vullnetin e opozitës për të dhënë konsensin e saj. Dhe arshimit të vendit një takim trepalësh midis ju, zotit Basha dhe zotit Rama. Dua t'ju siguroj që nuk kam qenë as pak i përfshirë në gjithë procesin e diskutimeve apo të përmbajtjes apo të formulimeve lidhur me reformën drejtësi. Gjithmonë nga fillimi i këtij procesi kam kërkuar gjithë përfshirje dhe kam theksuar se qendra e gravitetit të konsensusit, i cili për fat të keq ende mbetet i vështirë në politikën tonë, për shkak të kulturës së konfliktualitetit, për reformën në drejtësi është Komisioni i Venecijës. Dhe besoj se këtë qëndrim e keni dëgjuar në fillim dhe në mënyrë të vazhdueshme, i cili është angazhuar mjaft seriozisht, duke shprehur 2 herë dhe duke dhënë dhe opinionin në final në muajin e mars, duke i dhënë përgjigje pretendimeve të gjithë aktorëve të interesuar për çështje të caktuara, përfshirë dhe Partinë Demokratike. Ashtu sikurse jam shprehur qartë, pas opinionit final të Komisionit të Venecias, se përsëri, duke patur që mund të kemi lexime të ndryshme për çështje për të cilat Komisioni i Venecias nuk është shprehur në mënyrë eksplicite dhe të qartë, si qendër reference për konsensusin të vështirë, të mbeteshin rekomandimet e Eurealisit dhe të Obdatit si aktor të pa-anshëm. Sot jam njohur me një pretendim konkret, do ta dëgjoj me vëmendje, ose do ta ndjek me vëmendje këtë pretendim, por besoj që me vullnet të mirë kemi gjitha mundësitë që shumë shpejt, mundësisht që djetë do të thosha unë, po kjo është e pamundur, që s'kemi dot mbrapsht në kohë, apo që para 1 muaj, apo që para 2 muajsh, të ecim me procedurat parlamentare në një mënyrë konsensuale. Për mua është shumë e rëndësishme të bëhen të gjitha përpjekjet në orët që vinë, në minutat që vinë, për t'i dhënë Shqipërisë dhe shqiptarëve
por edhe partnerëve ndërkombëtar, një reformë kushtetuese në drejtësi, e cila të garantoj standardet më të mira ndërkombëtare dhe njëkohësisht të jetë një reformë që të ketë përkrajen e gjithë aktorëve kryesorë në parlament dhe në vend, sepse nuk është një reformë për disa muaj, është një reformë për dekadat që vijnë. Unë jam në zyrë që nga dita e enjte dhe në mënyrë të vazhdueshme dhe do të vazhdoj të jem këtu për të përmbushur gjitha përgjegjësitë e mia si kryetari i kuvendit, sepse është bërë punë e madhe prej gati 2 vitesh, ka qenë një angazhim i jashtëzakonshëm dhe tani shumë e domosdoshme ta kurorëzojmë me sukses të plot këtë reformë, cilën e kërkojnë qytetarët shqiptar, për cilën e presin me shumë interes edhe partnerët tanë ndërkombëtar, Bashkimi Evropian, në mënyrë të veçantë për t'i dhënë mundësi Shqipërisë për të nxitur hapjen, rekomandimin për thirrjen e negociatave, por dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat janë shumë të interesuara, jo vetëm për të shtyrë përpara procesin e integrimit evropian të Shqipërisë, por njëkohësisht edhe për të bërë efektive sa më shpejt ndihmën dhe mbështetjen e tyre për disa nga institucionet e reja që do të krijohen, sidomos për Byron Kombëtare të Hetimit. Si dëshironi ju. Ju përmendet Komisioni e Venecia si qendër graviteti, përmendet e pretendimin e opozicisë për paragrafin 88 të saj. Pyetja ime e parë është, cili do të jetë roli juaj konkret në dialogun mes Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste apo mes opozitës dhe mazhorancës për arritjen e pretendimit të saj për vendet e rezervuara? Pyetja e parë, po. Roli juaj konkret. Po, pyetja e parë. Pyetja e dytë, a keni raportuar këtë qendrim me Edi Ramën? Dhe pyetja e tretë është, ju flisni për integritetin e procesit. Kjo do të thotë që ju nuk do të lejoni që të ketë vota jashtë votave zyrtare të mazhorancës për reformën në drejtësi, siç kanë rekomanduar edhe ndërkombëtarët, apo siç u kanë bërë thirrje në gjegje se çdo deputeti për ta bërë. Çfarë do të thotë integritet dhe legitimitet i procesit? Ju kuptova. Atëherë fillojmë me pyetjen e parë. Unë kam gjetur disponimin pozitiv në këtë bisedë, në këtë takim zyrtar nga zoti Basha, që në momentin që sipas opozitës gjendet një marrëveshje dhe për të vetën çështje parimore në fjalë, ata janë të hapur për të ecur me shpejtësi për procedurat e mëtejshme parlamentare. A qëndron apo jo pretendimi tyre, rezervoj drejtën të përgjigjem, sepse nuk kam qenë i përgatitur për pretendimin e tyre, nuk kam qenë pjesë e negociatave të dejtanishme midis aktorëve të ndryshëm dhe nuk jam as pjesë e komisionit të posaçëm parlamentar të reformës zgjedhore për t'ju deklaruar juve se si qëndron e vërteta për këtë çështje apo për çështje tjera. Por natyrisht që i ka mbajtur shënim dhe do të kem në konsiderat këtë pretendim se sa qëndron. Dyti,
Lidhur me faktin a kemi rakorduar me zotin Rama, për këtë çështje mund të them që e kam bërë të qartë zotit Rama iniciativën për taku me zotin Basha, madje për qenë edhe më transparent me ju. Pas krijimit të keqkuptimit në kalendarin e kuvendit për gjoja futjen fshehurazi të ndryshimeve kushtetuese për reformën në drejtësi, që në çdo rast, besoj edhe ju ndani të njëjtin qëndrim do të ishte i veprim jo vetëm i marrë, por edhe mjaft i pa justifikueshëm, për të mos thënë në një fjalë tjetër, sepse jo vetëm për ndryshimet kushtetuese, por dhe për çdo ligj apo iniciativë më thjesht, respektimi në mënyrë strikte i këtyre procedurave është i detyrë e kryetarit të kuvendit, e konferencës kryetarëve, e shërbimeve të kuvendit. Dhe duke marrë shkas nga kjo situatë dhe nga kriza e kohës, që e theksoj që ende jemi në krizë kohe, prandaj them gjithmonë duhet të kishim votuar dje, duhet të kishim votuar para një muaji, duhet të kishim votuar para 2 muaj, sepse kemi një kalendar që presim edhe për zbatimin e reformës dhe për të arritur disa nga qëllimet e saj sa më shpejt, siç është dhe rekomandimi për çeljen e negociatave, apo edhe bërja efektive e ndihmës dhe mbështetjes së Shtetit Bashkuara në disa nga institucionet e reja që do të krijohen. Pra mas kësaj kam qenë i detyruar të kërkoj i takim në nivelin më të lartë me opozitën parlamentare dhe me kryetarin e Partisë Demokratike. Përpara se të bëja publike ftesën për të, i kam telefonuar dhe në fakt ideja ime kryesore ka qenë për takuar me zotin Basha, për takuar dhe me zotin Rama, apo me përfaqësues të mazhorancës, se jo dhe me përfaqësues të misioneve që na asistojnë dhe që janë marrë me këtë çështje, për të dakordsuar kalendarin dhe njëkohësisht për të shtyrë procesin sa më shpejt. Zoti Basha ka preferuar që takimi të ishte me mua si kryetari kuvendit, pasi sipas tij kishte diskutuar çështjet që kishte për të diskutuar me zotin Rama në takimin e mëparshëm. Natyrisht unë jam treguar fleksibël, siç e keni vënë re, për gjithçka, edhe për vendin, edhe për orën, edhe për kohën, sepse për mua nuk ka gjë më të rëndësishme se sa kurorëzimi me sukses i këtij procesi, që është edhe një mundësi shumë e rëndësishme për kuvendin aktual të Shqipërisë për të kontribuar edhe në ndryshimin e imazhit të tij sa të mundet përpara qytetarëve shqiptar dhe përpara partnerëve ndërkombëtar në këtë vit të fundit kalendarik që i mbetet të konsumojë deri në zgjedhjet e ardhshme. Kështu që për përmbajtjen nuk ka qenë qëllimi im për diskutuar për përmbajtjen me zotin Basha, por ka qenë më shumë për kalendarin, por natyrisht që nuk mund të them që nuk mund të dëgjoja me vëmendje pretendimin e zotit Basha apo pretendimet e zotit Basha, dhe mund të them që i kam mbajtur edhe shënim. Sigurisht që unë do të kem mundësi të takohem me zotin Rama, do të kem mundësi të takohem edhe me përfaqësues të tjerë të komisionit posaçëm zgjedhor dhe me aktorë të tjerë, por qëllimi im nuk ka qenë asnjëherë për të hyrë në përmbajtjen e kësaj reforme. Qëllimi im ka qenë gjithmonë që ky të jetë një proces i hapur, ky të jetë një proces transparent, ky të jetë një proces konsensual që garanton standardet e kësaj reforme, dhe ky takim u bë për këtë qëllim dhe ky angazhim është vetëm në këtë drejtim. Dhe i ftoj, të lutem po e kuptoj, dhe i ftoj të gjithë aktorët të demonstrojnë në orët që kanë mbetur, në minutat që kanë mbetur, nuk po them ditët, të demonstrojnë përgjegjësi, të demonstrojnë
transparencë, të demonstrojnë koherencë, sepse për mua, si kryetari i Kuvendit nuk është rëndësishme se kush e ka fajin. Në rast se procesi nuk i realizon të gjitha qëllimet e tij. Por, për mua ka rëndësi që ky proces të realizohet me sukses të plot dhe kjo është detyrë e gjithë aktorëve në Kuvendin e Shqipërisë. Lidhur me integriteti fillon që nga procedura. Ju e dini që zoti Paloka doli në një konferencë shtypi, akuzoi për një skandal mafios, diçka e tillë, nuk e ndoqja live, në faktën të tilla ishin mesazhet që më kishin dërguar mua. Ndërkohë që unë për shkak të vetës në atë kohë isha duke fjetur gjumë mas parlamentit sepse po vuaja jetlagun e kthimit nga Washingtoni dhe jam habitur se çfarë kishte ndodhur në Kuvend. Deri denoncim Partisë Demokratike për ta hapur çështje penale për falsifikim e kështu me radhë. Natyrisht është normale të kryetari i parlamentit dhe të dëgjosh që ka ndodhur një çudi e tillë. Kjo çështje u sqarua, u verifikua dhe prandaj integriteti fillon që tek procedura dhe në vazhdimsi, po natyrisht që opozita vetë ka një rol të rëndësishëm për të kontribuar dhe ajo për suksesin e kësaj reforme, për integritetin e kësaj reforme dhe për treguar dhe ajo integritetin e saj. Zoti do të thotë se do të gjoni një festë veçantë për kryeministrit Rama, pasi zoti Rama në takimin që ka pasur me zotin Basha ka deklaruar se nuk e pranon formulën për vendet e rezervuara. Nuk jam këtu për të diskutuar lidhur me përmbajtjen, sepse nuk kam qenë pjesë e diskutimeve konkrete, formulimeve konkrete, negociatave konkrete për këtë çështje. Por jam këtu për të kontribuar dhe për siguruar gjithë, për të garantuar transparencë maksimale, integritet maksimal të gjithë procesit, duke filluar nga kalendari dhe gjithë ecuria e tij, dhe së dyti për të kontribuar që të arrim një reformë konsensuale me cilësi dhe standarde, një reformë që do t'i japi një shpresë të madhe dhe nxitje të madhe Shqipërisë dhe shqiptarëve për të ecur në rrugën e forcimit të ligjit, të forcimit të institucioneve, të luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, por edhe të krijimit të një mjedisi shumë të favorshëm dhe të besueshëm për zhvillimin ekonomik të vendit, të sipërmarrjes dhe të tërheqjes së investimeve të huaja. Po nëse nuk gjeni këtu dakordsi zotin Ore, ju do vështesni një draft që mund të marrë në kalojë me vota të disa deputetë të caktuar të opozitës të jashtëm. Unë jam këtu për të siguruar se do të bëj çdo gjë në orët, në minutat që vijnë për të garantuar që ky të jetë një proces i suksesshëm për vendin dhe të jetë një proces që i bashkon shqiptarët në sfidën e tyre për të forcuar shtetin ligjor, për të garantuar një sistem efikas, një sistem të pa-anshëm, të drejtësisë dhe nuk jam këtu për të patur paragjykime të nxituara. Faleminderit. Po patjetër. Jo, ju nuk mund të bëni pyetje kryetarit të LSI-së këtu, sepse unë në këtë çështje jam në cilësinë time si kryetar i Kuvendit. Kjo nuk do të thotë që nuk do të informoj zotin Vasili për këtë çështje, si do të informoj edhe shumë drejtues të tjerë që nuk janë të LSI-së. Faleminderit.